Horoskopi ditor e premte, 31 tetor 2025. Dashi. Shtrirja qiellore e sotme sjell një valë gjallëruese kreativiteti, të përgatitur për t'ju shtyrë në veprim. Përqafojeni këtë energji për të trajtuar projekte personale ose si përmarrje që kërkojnë një nxitje të inovacionit. Sinergjia midis Marsit dhe Mërkurit rrit komunikimin tuaj, duke e bërë këtë një kohë ideale për të pohuar idetë dhe planet tuaja me elokuencë. Megjithatë, mes kësaj energjie të gjallë, mos harroni t'i kushtoni vëmendje mënyrës se si të tjerët reagojnë ndaj sugjerimeve tuaja. Bashkëpunimi mund të sjellë sukses të papritur, veçanërisht nëse mbeteni të hapur ndaj perspektivave alternative. Ndërkohë, kalimi i hënës në sferën tuaj shtëpiake sugjeron një mundësi për vetanalizë. Rilidhuni me anëtarët e familjes ose merrni në konsiderat përmirësimet në shtëpi që keni menduar. Natyra juaj e vendosur kërkon durim sot, prandaj balanconi dëshirën tuaj për aktivitet me periudha relaksimi. Deri në fund të ditës do të gjeni përmbushje si në arritjet personale, ashtu edhe në lidhjet e kultivuara. Qëndroni pozitiv dhe lejoni që drita juaj e brendshme t'ju udhëheqë përpara. Demi. Kjo 31 tetor sjell një mundësi për vetanalizë dhe rritje personale. Me Venusin që zbukuron shenjën tuaj, romanca dhe dashuria janë në ajër, duke e bërë atë një ditë të mrekullueshme për thellimin e lidhjeve romantike, ose për të ringjallur shkëndijën në një marrëdhënie afatgjat. Nëse jeni beqar, sharmi juaj është veçanërisht magnetik, kështu që mos u shmangni nga tubimet shoqërore ku mund të takoni dikë të veçantë. Në frontin e karrierës, një qasje ngadalë dhe e qëndrueshme ju ndihmon të përballoni detyra komplekse. Prania e Uranit në sektorin tuaj të bisedave mund t'ju habis me biseda të papritura që zgjerojnë perspektivat tuaja. Jeni të hapur për të mësuar, madje edhe nga burime të papritura. Ndërkohë, përqendrimi në mirëqenien tuaj fizike sjell përfitime. Prandaj merrni në konsiderat përfshirjen e një rutine të re ushtrimesh ose kënaqje me një shëtitje qetësuese në natyrë. Balanconi përgjegjësitë praktike me njohuri shpirtërore, duke i dhënë vetes hapësirë për të eksploruar filozofi të reja personale. Kjo përzierje harmonie dhe kreativiteti e bën ditën e sotme një ditë zbulimesh të papritura dhe lidhjesh të bukura. Binjakët. 31 tetori 2025. Sjell një ditë të mbushur me ndërveprime interesante dhe shkëmbime që të nxisin mendimin. Mërkuri, planeti juaj sundues, rreshtohet me Marsin dinamik, duke i mbushur stilit tuaj të komunikimit me dinamizëm dhe zgjuarsi. Kjo është një kohë e shkëlqyer për negociata, pasi jeni të aftë të bindni si me logjik ashtu edhe me sharmin. Zhvillime profesionale ju presin. Shfrytëzoni aftësitë tuaja të rrjedhimit për të hapur dyert për mundësi të reja. Intensiteti i energjisë suaj mendore kërkon ekuilibër, prandaj gjeni kohë për aktivitete që ju lejojnë të relaksoheni fizikisht. Ndikimi i hënës në sektorin tuaj krijues inkurajon eksplorimin e ndjekjeve artistike ose hobi. Angazhohuni në aktivitete që e lën imagjinatën tuaj të fluturojë dhe bashkëpunoni me të tjerët që ndajnë pasionet tuaja. Këtë mbrëmje, përqafojeni mundësinë për biseda të thella me të dashurit, duke synuar forcimin e lidhjeve emocionale. Mbani një sy në detaje, pasi elementet e anashkaluar në planet tuaja mund të shfaqen papritur. Sot, kurioziteti juaj është një mjet i fuqishëm. Përdoreni atë me mençuri për të lundruar në terrene të ndryshme. Gaforria. Universi përshpërit inkurajim për të përqafuar ndryshimin më 31 tetor 2025. Sot është perfekte për të vendosur qëllime të freskëta dhe transformuese. Ndërsa hëna harmonizohet me Plutonin transformues, ju jeni të sintonizuar me dëshirat tuaja më të thella, duke e bërë atë një moment ideal për të çliruar nga modelet e vjetra që nuk i shërbejnë më të mirës suaj më të lartë. Në punë, përqendrohuni në projekte që kërkojnë një qasje të kujdesshme dhe të bazuar, dhe përpjekjet tuaja do të shkëlqejnë. Një ndjenjë themelore ambicie ndez përpjekjet tuaja, duke ju nxitur të synoni më lart se zakonisht. Në frontin ndërpersonal, pasurimi i lidhjeve familjare bëhet një përparësi. Planifikoni aktivitete tërheqëse që lejojnë gëzime dhe të qeshura të përbashkëta. Ndërkohë, ushqyerja e shpirtit tuaj me praktika të kujdesit për veten do të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit emocional. Në romancë, një val pasioni rigjallëron marrëdhënien tuaj, duke inkurajuar shprehje intime të dashurisë. Sonte, angazhohuni në një reflektim paqësor, duke lejuar që njohurit të lulëzojnë. Lëreni intuitën tuaj t'ju udhëheqë, dhe rruga përpara do të shpaloset me qartësi shpërblyese. Luani. Nën qiellin e gjallë të 31 tetorit 2025.
jeni të pozicionuar për një ditë të mbushur me ngrohtësi dhe bashkëpunim. Sundimtari juaj, Dielli, formon aspekte të favorshme, duke ndriçuar shtëpinë tuaj shoqërore dhe duke nxitur takime dhe miqësi pozitive. Shfrytëzojeni këtë energji duke bashkuar njerëzit për përpjekje bashkëpunuese ku shkëlqen leadershipi juaj. Ndërkohë, ndikimi bamirës i Jupiterit në sektorin tuaj financiar sugjeron mundësi për rritje. Ndoshta një investim ose një propozim që synon zgjerimin e burimeve tuaja. Jini praktik dhe të kujdesshëm ndërsa vlerësoni përfitimet afatgjata. Ndërmarrjet krijuese marrin një shtys nga harmonia midis Marsit dhe Merkurit, duke ju nxitur të lini artistin tuaj të brendshëm të dalë. Kjo mund të jetë koha e përsosur për të organizuar një takim ku shfaqni talentet tuaja ose të mendoni për projekte të reja. Në marrëdhëniet personale, karizma juaj rritet, duke e bërë atë një kohë të favorshme për romancë ose riparimin e gardheve. Mbajtja e pritjeve tuaja realiste siguron kënaqësi. Përqafojeni këtë ditë dinamike me guxim dhe ngrohtësi. Virgjëresha. Sot inkurajon vendosmërinë dhe praktikën, ndërsa ndikimet kozmike ofrojnë një ftesë për të përqendruar në buxhetet personale dhe profesionale më 31 tetor 2025. Me Venusin e stacionuar në sektorin tuaj financiar, është një moment i përshtatshëm për të rivlerësuar zakonet e shpenzimeve ose investimet. Aftësitë tuaja analitike shkëlqejnë gjatë këtyre vlerësimeve, duke hedhur dritë mbi mënyrat për të përmirësuar peizazhin tuaj fiskal. Rreshtimi harmonik i Merkurit dhe Marsit përforcon aftësitë tuaja të vendimmarrjes. Kjo është një kohë e favorshme për të marrë me projekte të orientuara drejt detajeve, ose për të angazhuar në detyra që kërkojnë saktësi. Ndërkohë, hëna në sektorin tuaj të gjallë sugjeron të bëni një pushim nga rutina për të kënaqur me një hobi ose përpjekje krijuese. Marrëdhëniet romantike mund të lulëzojnë në energjitë e sotme nëse lejoni hapësirë për cenueshmëri dhe ngrohtësi. Ekuilibri midis punës dhe lojës është çelësi për mirëqenien tuaj emocionale. Prandaj sigurohuni që të relaksoheni me të dashurit. Lejoni veten të shijoni kënaqësitë e thjeshta dhe stabiliteti takon kreativitetin pa probleme. Peshorja. 31 tetori 2025. Ju bekon me një rrjedhë harmonike energjie, duke ju nxitur të ekuilibroni midis introspeksionit dhe shprehjeve ekstroverte. Kalimi i hënës në përmjedisin tuaj shtëpiak ju jep një mundësi për të riorganizuar me nevojat tuaja të brendshme, duke inkurajuar kujdesin dhe vetë kujdesin. Ndërkohë, Venusi, planeti juaj sundues, shkëlqen në sektorin tuaj të komunikimit, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për diskutime dhe ndërveprime shoqërore gjallëruese, duke ju lejuar të harmonizoni pikpamjet e ndryshme me hir. Profesionalisht, puna në bashkëpunim mund të nxjisë zgjidhje inovative për sfidat urgjente. Mos u nguroni të shprehni njohuritë tuaja, pasi ato mund të çojnë në zhvillime të frytshme. Në marrëdhëniet personale, gjestet e sinqerta jehojnë thellë, duke hedhur themelet për lidhje të forcuara. Kërkimi i rrugëve krijuese si arti ose vallëzimi gjithashtu mund të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit midis zemrës dhe mendjes. Ndërsa mbrëmja afrohet, zhytuni në aktivitete që sjellin paqe dhe gëzim, duke siguruar që gota juaj e mirëqenies të mbetet e mbushur. Ekuilibri dhe dashuria ju udhëheqin përpara sot. Akrepi. Yjet shkëlqejnë shkëlqyeshëm për ju më 31 tetor 2025, duke i mbushur ditën tuaj me intensitet dhe depërtim. Ndërsa Marsi është në partneritet me Merkurin, aftësitë tuaja të komunikimit janë të mprehta dhe bindëse, duke ju dhënë aftësinë për të lundruar në situata komplekse me lehtësi. Përdoreni këtë në avantazhin tuaj në negociata ose diskutime që lidhen me punën. Prania e diellit në sferën emocionale nxit vetë analizën, duke ju nxitur të gërmoni thellë dhe të zbuloni dëshirat e fshehura. Kjo është një kohë ideale për të rivlerësuar qëllimet personale dhe për të hequr dorë nga zakonet që nuk nxisin mërritjen. Marrëdhëniet përfitojnë nga cenueshmëria, dhe hapja e zemrës suaj mund të çojë në lidhje të thella ose pajtime me të dashurit. Sa i përket vendimeve financiare, shfrytëzoni zgjuarsinë dhe intuitën tuaj për përpjekje të frytshme. Mbani një ekuilibër midis ambicies dhe pushimit, duke siguruar që mirëqenia juaj emocionale të jetë e kujdesshme. Përqafoni pasionin tuaj duke kujtuar të mbështeteni në momente reflektimi të qetë. Universi shpërblen për pikërinë dhe autenticitetin tuaj sot. Shigjetari. 31 tetor 2025. Ofron një udhëkryq qiellor ku kurioziteti takon mundësinë. Ndikimi nga Merkuri dhe Marsi ju ndihmon të artikuloni plane dhe ide, duke e bërë atë një ditë të përsosur për të nisur projekte të reja ose për të zhytur në ndjekje arsimore. Të stimuluar nga ekskursioni i hënës përmes sektorit tuaj të arsimit të lartë,
Horizontet janë josh se të gjera, duke ju inkurajuar të zhyteni në sfera të reja filozofike ose shpirtërore. Njihni potencialin për rritje në çdo bisedë. Pasi entuziazmi juaj ngjitës tërheq një gamë të gjerë ndërveprimesh interesante. Duke qëndruar në një udhëkryq profesional, besoni instinkteve tuaja në proceset e vendimarrjes. Pasi rezonanca logjike shoqëron zgjedhjet tuaja. Ndërkohë, aktivitetet që kombinojnë argëtimin dhe lëvizjen mund të fuqizojnë trupin dhe mendjen tuaj, duke siguruar një ekuilibër thelbësor për shpirtin tuaj që kërkon aventura. Në marrëdhëniet personale, lejoni momente spontaniteti që mund të çojnë në lidhje të gëzueshme. Përfundoni ditën me momente për reflektim dhe mirënjohje, duke mbajtur zemrën tuaj të hapur ndaj dhuratave enigmatike të jetës. Brit Sjapi. Lëvizja qiellore e sotme më 31 tetor 2025 sinjalizon përparime të rëndësishme në karrierë dhe marrëdhënie personale. Simbioza midis Mërkurit dhe Marsit nxit një atmosferë efikasiteti dhe vendosmërie, duke ju mundësuar të përmirësoni projektet dhe të përcjellni me vendosmëri ambicjet tuaja. Aftësitë tuaja udhëheqëse janë rritur, duke motivuar të tjerët dhe duke mbledhur mbështetje, duke e bërë atë një ditë ideale për përpjekje bashkëpunuese. Njëkohësisht, ndikimi i Saturnit mbi fushën tuaj të partneritetit inkurajon meditimin e marrëdhënieve ekzistuese, duke nxitur angazhim dhe besnikëri. Kushtojini kohë forcimit të këtyre lidhjeve, ndoshta përmes dialogëve kuptimplot ose përvojave të përbashkëta. Kjo mund të nxjisë një mendësi të orientuar drejt së ardhmes, duke udhëhequr rrugët personale dhe profesionale. Financiarisht, merrni kohë për të rivlerësuar investimet, duke u siguruar që ato të përputhen me qëllimet afatgjata. Balancimi i punës me kohën e lirë është thelbësor, dhe një fokus në praktikat e vetëdijes mund të rivendosë rezervuarët tuaj emocional. Ndërsa mbrëmja afrohet, synoni të relaksoheni në mjedise të qeta, duke festuar si progresin ashtu edhe njerëzit që ankorojnë udhëtimin tuaj unik. Ujori. Më 31 tetor 2025. Yjet ju nxisin të përqafoni inovacionin dhe origjinalitetin në aktivitetet tuaja të përditshme. Ndërsa Merkuri rreshtohet me Uranin e paqëndrueshëm, prisni shkëndija të shkëlqyera të depërtimit dhe hapa intuitiv, duke e bërë atë një ditë të jashtëzakonshme për zgjidhjen krijuese të problemeve dhe diskutime strategjike. Profesionalisht, aftësia juaj për të parë pamjen e përgjithshme ju fuqizon të zbatoni ide inovative që shtyjnë kufit tradicional. Sot është gjithashtu e favorshme për projekte të fokusuara në teknologji, ose për të mësuar aftësi të reja digjitale. Në frontin ndërpersonal, mendja e hapur thellon lidhjet dhe tërheq individ me mendje të ngjashme me kauzën tuaj. Në çështjet e financave, shqyrtimi i kujdesshëm dhe ristrukturimi mund të çojnë në fitime të papritura. Hëna në sektorin tuaj të vlerave thekson rëndësinë e themelimit të këtyre ideve brenda një kuadri të bindjeve tuaja kryesore, duke udhëhequr progresin autentik. Siguroni kohë për relaksim mes kësaj nxitje intelektuale duke u angazhuar në ndjekje rekreative që frymëzojnë gëzim. Lëreni energjinë tuaj unike të udhëheqë rrugën, duke hapur shtigje drejt realiteteve të reja emocionuese. Peshqit. Lejoni që valët intuitive të 31 tetorit 2025 të udhëheqin kreativitetin dhe imagjinatën tuaj drejt sipërmarrjeve të përmbushura. Vendosja harmonike e Mërkurit dhe sundimtarit tuaj shpirtëror, Neptunit, fuqizon komunikimin e thellë, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të diskutuar ëndra dhe idealet brenda jetës suaj personale dhe të punës. Dialogje të tilla hedhin themelet për bashkëpunime të thella në vizion dhe mirëkuptim të përbashkët. Ndërkohë, pozicionimi i Jupiterit në sferën tuaj financiare paralajmëron prosperitet të mundshëm përmes marrjes së rreziqeve të frymëzuara ose investimeve inovative. Megjithse kujdesi i kujdesshëm mbetet thelbësor. Në dashuri, cilësitë ushqyese të Venusit inkurajojnë forcimin e lidhjeve emocionale ose nisjen e partneriteteve të reja, duke nxitur empatinë dhe dëmshurinë. Aktivitetet e kohës së lirë si arti, meditimi ose shëtitjet në natyrë ofrojnë freski jetësore mendore dhe shpirtërore. Jepini përparësi ekuilibrit emocional duke u angazhuar në praktika që përputhen me busullën tuaj të brendshme. Besoni në mençurinë tuaj të lindur ndërsa lundroni në ndërlikimet e ditës dhe lejoni që ëndrat tuaja të hartojnë një kurs drejt sukseseve të ardhshme. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.